Miqtë të dashur, tani është momenti që të qeshni sa më shumë. Në vazhdim vim për ju ekskluzivisht pra pas skenat e serialit E Gjeli. Se çfarë do përmbajnë ato, e kuptojmë më së miri nga storia Maki Bajramit. Nuk po mjaftojnë me paraqitjen e tyre në ekrane televizive, andaj këta fëmijë të fshatit Gadime kanë ardhur të takojnë nga afër humoristët e njohur Stupcat. E për çka keni ardhur sot këtu? Për Stupcat një qyll. A i keni pa në televizor? Po. Cili prej Stupcave ju pëlqen më shumë ti? Gjyla. Edhe ty Gjyla pëlqen, a? Por këta të fundit e kanë të pamundur takimin me të vëzhgjit e fshatit ku po filmohet ky serial, pasi për shkak të motit jo të mirë, u duhet të shfrytëzojnë çdo moment të përshtatshëm. A kotën? Përshëndetje nga Via Ferrandit. Koshare. Seriali komik E Gjeli me protagonist Stupcat pas 4 viteve rikthehet në ekran. Aksion! Faleminderit shumë për sa që faknacije ma ke dhuru kur des e nuk e harroj. Teta Gjylia Gjashneqe Liki zmbrapsen tek misioni i vjetër, po ashtu edhe mësuesi. A di që Snoop Dogg e një? Jo, që bendikush. Zë një Snoop Dogg e? Ajo është për ty goglët i vogël është. Tre personazhet më të dalluara të humorit shqiptar vazhdojnë të mbajnë pozicionin e njëjtë dhe episodet e reja të serialit E Gjeli pritet të na shoqërojnë për një periudhë goxha të gjatë. Dhe jemi këthy me një reminiscencë. Kemi tregu kohën që shka ndodhë kur Sheqa kthehet për Kroacisë, ndodhë një tragjedi dhe që Sheqa sakrifikohet për familje. Në basë të kësaj skenari tash që kemi fillu, ka me pas shumë të reja në E Gjelin, ka me pas gjithmonë sene të paprituna. Është projekt më i madh se sa që ka qenë para 4 viteve. Sa supozohet me zgjatë E Gjelit? Ne planifikojmë me zgjatë 3 vjetë. 3+2. Por në sezonin e ri të E Gjelit nuk do t'i shohim më vetëm Mensurin, Vedatin e Osmanin, pasi kastit i ushtuan edhe disa aktor të ri të cilët i dhanë freski kësaj komedie. Olla, po të mesë që mu mi këtu ka thënë. Po, kemë shumë aktor të ri edhe shumë aktor të mirë që kanë pasunu shumë serialin. Mëse që ka përmend me emna, me përmend Muhamet Arifin, Molik Maqrunin, Sunaj Raqa ka qenë disa epizoda, Labi, e plot tjerë në fanin nëse kom haru dikon Adelina, edhe për jena pasunu, jena rritë si familje kështu në përgjithësi. Për na keni pa dhe ju me siguri gjatë gjirimi dhe pëse sot nuk kanë qenë krejt ekipi këtu prezent, po jem ko gjani familje ma.